fatkeqësisht ne jemi në një situatë të tillë, por presim që duke qenë që dëshmitarët e prokurorisë kanë përfunduar dëshmitë e tyre, ata të kthehen pranë familjeve të tyre dhe natyrisht që të ketë drejtësi për luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sepse ne e dimë se kush ka bërë krime në Kosovë, por që asnjëherë nuk e ka marrë dënimin e merituar dhe këtu është Serbia dhe kriminalët e luftës. Pra në asnjë moment nuk mund të lexojmë një situatë hipotetike ku lëvizja vetëvendosje e shikon edhe si një lloj rivaliteti me ishkrerët e UCK-s. Është thjesht ajo që është krijuar si imazh në opinionin publik, por që në fakt nuk qëndron. Shini, ne sa i përket si më thënë, disa prej personave që janë në Hag, ne mund të kemi dallime politike. Ne mund të kemi përplasje politike kur ata të kthehen, pra kur të lirohen nga kjo padrejtësi që po ju bëhet. Por për luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ne i përkulemi secilit kontribut të secilit ushtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pra ne mund të kemi dallime politike, por asnjëherë sa i përket luftës së drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Tash ne u akuzuam se pse bëhet publike tash, pse jo më herët. Ne ishim në 5 vjetorin nga koha kur ata janë marrë në paraburgim, është gjatë, është tepër gjatë, që dikush mbahet pra në paraburgim 5 vite. Prandaj edhe ne kemi dashur që të tregojmë edhe për kushtimin ton, por kjo nuk do të ndalet me kaq, ne do të vazhdojmë sërish që në përputhje me përgjegjësitë që kemi të kërkojmë që ata të sjellën Republikën e Kosovës. Akuzat që na bëhen le të vazhdojnë, por mua më vjen keq që pikërisht këta që e kanë votuar gjykatën speciale, të paktën të kërkonin falje publike. Unë tani pas faljes publike që do të mund ta bënin për këtë dëm që ja kanë shkaktuar vendit, edhe do t'i mirë kuptoja që na bëjnë akuza. Por asesi jo, kur janë përgjegjës dhe asnjëherë nuk kanë kërkuar falje publike për këtë. Nga ana tjetër kemi edhe një lloj raporti pak të ngrirë me faktorin evropian, por edhe ndërkombëtar me SHBA-t, por edhe një ftohja apo një lloj krisje të raportit me Shqipërinë. Ndërkohë, në ceremoninë e homazhet për zotin Nano, ish-kryeministrin Nano, që ishi dhe jo e pranishme, ishte zoti Kurti krah për krah me zotin Rama në ecjen në homazhet e tij në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Po shkojmë drejt një lloj qetësimi, normalizimi, një lloj ngrohje të raporteve mes dy krerëve të Kosovës dhe Shqipërisë? Ne në vazhdimsi kemi pasur vullnet që të kemi fuqizim të raporteve, sidomos me qeverinë që drejtohet nga zoti Rama. Kemi pasur qëndrime të ndryshe për momente, sidomos në raport me negociatat me Serbinë. Ajo çfarë unë mund të them kështu si qëndrim timin është që kemi pritur mbështetje nga zoti Rama në raport me këtë proces që vazhdon që sa vite, domethënë, ne natyrisht që kemi pritur që ta kemi mbështetjen e zotit Rama, por nganjëherë nuk e kemi parë si të tillë. Pra gjithçka më ndryshe do të ishte në qoftë se në këtë proces të negociatave me Serbinë, Shqipëria, gjithsesi kryeministri Rama dhe përfaqësuesit nga e qeverisë ta ngrinin zërin dhe të mbronin pozicionet e Republikës së Kosovës në raport me këtë proces sfidues. Nuk e kemi pasur çdo herë, për mu më vjen keq për këtë situatë, por kjo nuk do të thotë që ne nuk jemi të gatshëm që të fuqizojmë raportet sepse kjo na duhet si kom. Prandaj mendoj që ne do të bëjmë përpjekjet tona maksimale që raportet të shkëlqejnë, por natyrisht që mund të kemi edhe situata kur do të ketë qëndrime ndryshe, sikurse ka ndodhur në të kaluarën, por pavarësisht kësaj unë mendoj që raportet edhe të kryeministrit Kurti dhe zotit Rama duhet të jenë të forta. Sa i takon faktorit dhe raportit me SHBA-n si një ndër aleatët më kryesor dhe më të rëndësishëm në periudha shumë kyçe për Kosovën? Ne kemi pasur një raport të mirë edhe me, si më thënë, Bashkimin Evropian, por edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me shtetet, si më thënë, që e kanë mbështetur në vazhdimsi Republikën e Kosovës, por problemi në vazhdimsi ka ekzistuar tek, si më thënë, veriu i vendit tonë. Sepse qeveria jonë e ka luftuar strukturat kriminale, kontrabandën në veri, ka pasur përpjekje maksimale që të shtrihet sovraniteti dhe integriteti territorial.
kemi pritur më shumë goditje edhe me sanksione, do më thonë për Serbinë, sidomos kur ka ndodhur sulmi terrorist në Banjsk, apo pastaj në Iberlepens. Ajo çfarë ne kemi qenë shqetësuar është që nuk është akuzuar sa duhet Serbia për sulmin terrorist që e ka bërë në Republikën e Kosovës, por fatkeqësisht padrejtisht në vend që të sanksionohet Serbia, na janë vendosur neve masa. Ne kemi obligim që të mbrojmë interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës, asnjëherë nuk kemi bërë veprime, si me thënë, tinzare ose për cilat nuk kanë qenë të informuar partnerët tonë, por që nga njëherë, si me thënë, kërkesat kundrejt nesh kanë qenë që të mos veprojmë në këtë moment, që të shtyhet pak, si me thënë, më shumë, por që ne besojmë që kemi bërë një punë të jashtëzakonshme në pjesën veriore. Unë dje isha me kryeministrin Kurti, me ministrin Sveçla dhe me kandidatin tonë për kryetar të Mitrovicës, zotin Faton Peci, në Mitrovicën e Veriut. Është krejt ndryshe, do më thonë nëse e krahasoj me periudhën kur vetëvendosja nuk ka qenë qeverisje, ku valonin flamurat e Serbisë dhe ku kishte struktura kriminale që terrorizonin qytetarët serb atje, por edhe qytetarët shqiptar. Tashmë situata është krejt ndryshe. Madje nëse do t'ju vinte ndonjë mundësi që të vinit në Kosovë, edhe si media do ta vizitonit këtë pjesë të vendit tonë që është krejt ndryshe prej situatës së mëparshme. Presim që këto raporte të fuqizohen, ne po bëjmë përpjekje, pra personat përgjegjës nga qeveria, dhe urojmë që masat kundrejt Republikës Kosovës që janë pa drejta të largohen dhe që raportet tona të vazhdojnë që të fuqizohen. Zonja Xhiu, shumë kënaqësi, faleminderit shumë për kohën dhe të uroj një ditë të mbarë, do kesh orë të gjata pune në terren deri ditën e nesërme, ku qytetarët do të drejtohen kutive të votimit. Faleminderit dhe shumë kënaqësi. Faleminderit shumë për mundësinë, edhe një herë ju përshëndes juve dhe gjithë shikuesve atyre që po na ndjekin. Natyrisht ju uroj suksese dhe punë të mbarë po ashtu. Faleminderit shumë. Shkëputemi për pak momente për të rikthyer në orën 12 me të tjera zhvillime.